Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, mirë se vini në pasditën e sotme. Sot do të flasim me një tjetër personalitet, do të flasim për biografinë e saj, karrierën, njëkohësisht edhe shkrimet. Ajo është juriste me profesion, njëkohësisht edhe shkrimtare. Nga Kosova kemi nderin që në studion tonë të kemi zonjën Rabie Berisha. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se gjeni Tetovën e bukur. Faleminderit shumë që na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj në emisionin tonë. Fillimisht dëshiroja që të flisnim në lidhje me biografinë tuaj për të kuptuar dhe ne pak më shumë në lidhje me atë se kush është Rabie Berisha. Unë vi nga Peja, shkollën fillore dhe të mesme kam kryer në Pejë, kurse studimet për jurisprudencë kam kryer në Prishtinë. Pas një kohë pauze tani kam studiuar edhe masterin drejtën penale. Po shkrimet i kam habi, qështë e vogël. Do me thëmë, ju keni quar paralelisht edhe shkrimet dhe njëkohësisht edhe juridikun. Fillimisht mund të thoni pse vendosët që të studioni juridikun dhe të magjistroni në një drejtim të juridikun? Tu e po që padrejtësit mëdhaja na u kam bërë si popull shqiptar në Kosovë, kështu që kam mendu që me drejtësi, me studimet e mia që kontribuoj diçka për vendin tim. Ka qenë kjo arsyeja për të studiuar juridikun dhe keni gjetur veten në këtë drejtim, apo jeni penduar që keni zgjedhur këtë drejtim? Jo, e kam gjetur edhe veten. Dhe mendoni që do të kontribuoni për drejtësinë në përgjithësi. Kur flasim për biografinë tuaj, ju gjithashtu e kemi këtu edhe një tjetër çmim të cilën e keni marrë, në fakt jeni shpallur dhe ambasadore e paqes nga organizata Global Socio-Economic and Financial Evolution Network. Më thuani pak rreth kësaj përvoje, si është për juve që jeni ambasadore e paqes? Është krenari, është privilegj, po është edhe veprimtaria ime 20 vjeçare që kam punu, kështu që këta kanë mendu që e meritoj këtë çmim edhe më kanë dhuru. Do të thënë ashtu siç thatë që do të kontribuoni për drejtësinë në Kosovë, njëkohësisht do të kontribuoni edhe për paqen. Po, kuptohet, po. Sepse të shpallësh ambasadore paqe, e ke tani më një mision që të promovosh paqen, jo vetëm në vendin ku jeton, por edhe në botë në përgjithësi, kudo që t'jesh. Po, kudo që t'jam, jam për paqe. Tu e pasi neve shqiptarëve na u kanë bërë shumë pa drejtësi, kështu që mendoj që edhe me bëni rehabilitim paqësor në botën. Po, me kolektiv, vetëm s'mund bëjmë asgjë. Sigurisht. Dua të flasim pak edhe për shkrimet e juaja. Ju kujtohet shkrimi i parë të cilin e keni botuar ose që e keni recituar, le të themi, ndonjë poezi të parë që e keni shkruar vetë? Po, më kujtohet poezia e parë, Lam të mirë klasa 4, kushtuar mësuesës tim me Bilkise Shaqirit. Ajo ka qenë poezie e parë e shkruar nga vetë dora ime, edhe tu e mendu që po i dhuroj diçka mësuesës për ditën e shkollës. Dhe kjo ka qenë një kujtim shumë i bukur, besoj që sot të kësaj dite e kujtoni. Po, e kujtoj me nostalgji shumë të madhe, edhe fatmirësisht ende mësuesja ime jeton. Edhe ka lexuar këtë poezi? Po, mësuesja ime Bilkisja është në Kanadë dhe ajo i përcjell poezitë e mia gjithmonë. Ju gjithmonë keni shkruar poezi. Keni provuar ndonjëherë të shkruani prozë? Pse gjithmonë poezi, le të themi? Kam provuar edhe prozë, po poezi shkruaj se gjej vete me nostalgji. Po, e keni gjetur veten me nostalgji të kalumen, të ardhmen, edhe tu e mendu që poezia është që buron për shpirtit. Do me thënë në të ardhmen mund presim edhe ndonjë roman për juve? Po. Kismet, e kam edhe librin e tretë, në përfundim e sipër, po libri i tretë ende s'është përfundu, edhe ajo është me poezi, po kuptohet 4-5 do kthej me romane. Sa ashtu kam edhe përgatitje, po romanet i veçoj një anë, poezit i veçoj në tjetër anë. Për herë të parë, kush le të themi e zbuloi talentin tek ju se dini të shkruani? Kush i pëlqej ato shkrimet e juaja të parat? Ndoshta prej shkollë fillore dikush, prej arsimtarëve? Po, prej arsimtarëve arsimtarja ime Mendua Berisha, edhe babim Aslan Berisha më kanë shty ma shumë me shkru. Edhe indjeri profesori im, që ka qenë këshilltari i Bajramurgovës, Abdi Kelmendi. Ai ka pëlqyer gjithmonë poezitë e mia dhe gjithmonë më thënë Rabie, vazhdo shkruaj. Shumë e bukur. Megjithatë ju keni botuar edhe 2 libra. Libri i parë quhet Largësia e afërt. Çfarë keni përshkruar në këtë libër? Në këtë libër kam një përmbledhje të poezive që më shumë ceken emigrimi i shqiptarëve i rinisë që ikën në botën jashtme, nga vendlindja, edhe ish malli aq i madh, si për familjar, si për shoqni, sa që u ndike shumë afër, edhe e titullova Largësia e afërt.
Me poezi është edhe ky poezi, libër. po. Sa kohë ju ka marrë për ta botuar këtë libër? Sa kohë keni shkruar poezi për t'i publikuar? Ka qenë një përmbledhje 2 vjeçare, mund të them. Me kë keni bashkëpunuar për këtë libër? Për librin e parë kam bashkëpunuar me litograf, shtypshkronjen, kurse për librin e dytë me kjo grafia në Prishtinë, Elita Graf në Prishtinë. Kurse me recenzent, lektor? Po, recenzent e kam pas librin e parë babin tim, kurse librin e dytë kam pas poetën, kolegen time dhe bashkëvendësën e juve me Kajulli Tushe, që shfrytëzoj rastin ta përshëndes. Faleminderit. Do të përshëndesim dhe ne dhe do të mirëpresim sigurisht në emisionin tonë për të folur edhe ajo për biografinë dhe karrierën e saj. Megjithatë, libri yt i dytë titullohet Mos ma ze diellin. Pse ky titull? Ky titull shkon me një mesazh që përçon një mesazh që mos ja ndalni drejtat e femrës shqiptare, se mjaft kanë pas padrejtësi femra shqiptare, kështu që diellin e kam gjetë që si ku mburoj. Mburoj e femrës shqiptare. Ky ka qenë edhe qëllimi për ta botuar një libër të tillë? Po. Edhe në këtë libër ke bashkëpunuar me të njëjtët bashkëpunëtorë apo? Disa kanë ndryshuar, po kam edhe këtu kam Eremen, po kam edhe disa bashkëpunëtorë tjerë, kam Rudi Berishën, edhe shumë tjerë. A keni bërë promovimin e librave? Po, si ka pritur shoqëria, ka pasur kritika, lëvdata? Ka pas edhe kritika normal, po kritika për të mirë, po me një pritje ma madhështore që prap Rabia duhet me shkru, Rabia duhet me shkru. E keni ndërmend të botoni edhe në një libër tjetër? Po, kismet vitin që vjen. Do botoni edhe një libër tjetër, kështu që do të kompletohet të tre vepra tani për tani të botuara. Po, kismet. Keni menduar ndonjëherë një temë juridike të përshkruani në ndonjë nga librat e juaj, apo juridikën e keni lënë anash? Jo, juridikën e kam lënë anash se pak është do më thonë... E ndjeshme si profesion. Ndjeshme si profesion, edhe artin me drejtsin pak është shumë zërë me akceptu tjertë, se ndoshta unë e shkruj ato që ka e ndjenë, po tjetëri e merë me kundërshtem. E kështu që ade kam lënë pak si anash. Po me poezit tjera që i shkruj edhe për shoqatën ABC, edhe me ta bashkëpunoj, shkruj për shoqatën Albania, është e kry me drejtorin Rudi Berishën, edhe kështu me tjerë, me gjithë jenë për mu të mirësarë, në gjithë bashkëpunëtorët, po tash më sinin aktirëve mi përmenda, din se ndoshta i haroj, kështu që këta i kam, do më thonë, bashkëpunëtorët ma të shpesht. Jo rastisht, do me thënë, e bëj këtë pyetje sepse është në një farë formë një defekt profesional. Për shembull, një mjeke është mjeke me profesion, ndërkaq në anën tjetër dhe shkrimtare, gjitha temat kryekput në veprat e saj i ka të mjekësisë. Për shembull, përshkrua një roman me mjekët, me psikiatër, doktorë kështu me radhë. Prandaj, jo rastisht e bëra këtë pyetje, them që temat juridike ose të drejtësisë i keni trajtuar në veprat tuaja dhe do me thënë jo. Jo, nuk keni dashur të ngatroni profesionin. Nuk kam dashur të ngatroj, kështu që ndoshta në të ardhmen në roman, po, do t'i ceke disa ngjarje që ato të një shkruajnë si tregime. Po, edhe lidhen me profesionin. Lidhen. Tërthorazi do t'i tregojnë ndonjë ngjarje të vërtet. Po, prandaj them që është shumë e bukur edhe interesante. Po, në roman po, në poezi jo. Jo, sepse poezia është pak më e ndihshme, është diçka pak më e ndihshme, po. Dua të flasim edhe pak për punën tuaj, gjithashtu edhe pse keni si pasion shkrimin, poezit, ju gjithashtu punoni edhe në profesionin tuaj, në një zyrë avokature në Pej. Në Pej, po. Na flisni pak edhe për këtë eksperiencë, është e bukur të punosh me palë, me klient, me avokat? Sa është e bukur është edhe dhimbshme. Se me të thonë drejtën, drejtësia triumfon, po shumë vonon. Po. Megjithatë do të vazhdoni të punoni në këtë drejtim, pse jo në të ardhmen të keni dhe zyrën tuaj si avokate. Me kismet të ardhmen shpresoj shumë shpejt. Shpresojmë dhe ne që të keni sukses në të dyja drejtimet, mirë po, edhe kur do të vazhdoni të punoni në profesionin tuaj, besoj shkrimet nuk do t'i lëni anash. Jo, shkrimet nuk do t'i lëni anash se në shkrime e gjeni qetësi shpirtërore. Është pasioni juaj. Po, edhe kur mban, do të thonë, promovimet e librave, unë jam shumë entuziazmume për me shku ma shpejt. Aq që, do më thonë, për me ditat ngjarje si për zhvillojnë edhe promovimi i shoqës apo i shokut, pavarësisht kush do t'jetë, duhet të përkraj, duhet t'jem aty, me çdo kusht të ndihmojnë një aspekt rreth librit, rreth kritikave tjerëve, do më thonë, duhet t'jem gjithmonë afër tyne.
Si në Shkup, si kur në Kosovë, si në Shqipëri, gjithmonë marrë pjesë në për promovimet, veç ndonjë ditë jashtëzakonshme, që nuk mundëm se po. Për shkak të punës. Për shkak të punës, se ditë e vikende gjithmonë i kam ngarkuar me orë letrare, me promovimet, libra, ku do mbahen Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, unë gjithë aty jam prezent. Jo rastisht keni marrë dhe ambasadore e paqes, sepse dëshironi që t'i ndihmoni të tjerë të përkrahni. Mundona. Megjithatë, do të flasim edhe për një tjetër eksperiencë tuajën, përveç juridikut, drejtësisë, përveç shkrimeve, ju gjithashtu keni edhe një përvojë si modele nga viti 2003 deri në vitin 2010. Na flisni pak edhe për këtë përvojë të karrierës tuaj. Ishte një përvojë shumë e mirë. Përvojë, domethënë, në modelizëm është ëndër çdo vajze. Edhe pse në atë kohë çmimet ishin jo aq shumë të mëdha që me dëpërtu nga dikun botën jashtme, se ishte kufizimi pa liberalizim viza, si modele, u bëj keftesa me shku dikun, mu jepke, dikush ju jepke, edhe kështu që patëm mbet me stagnum në Kosovë, vetëm Shqipëri dhe Maqedoni, kështu ka marrë 3 herë çmime, një herë ka marrë çmimin e misit, 2 herë ka marrë çmimin e vendit parë, edhe vendin e përcjelljes së dytë. Në Kosovë? Kosovë edhe Shqipëri. Shumë e bukur. Megjithatë, pastaj keni vazhduar të punoni edhe si menaxhere në modelim? Po, 10 vite kam punu si menaxhere modës, me agjensionin Bia Fashion. Do të thonë keni hapur agjensionin tuaj? Po, kam pasën pej. Dhe vazhdojnë të punoni në këtë drejtim? Jo, tash jo. Nuk keni kohë tani më? Jo, kohë premtan. Megjithatë, cila do të ishte ai mesazhi juaj, le të themi, për të gjithë ata të rinj që ka shumë të rinj që shkruajnë, mirë po shkrimet e tyre nuk i publikojnë, shkaku i komplekseve ndoshta se si do t'i lexojnë të tjerët, çfarë do t'i kishit porositur? Porosia ime është shkruani, botoni, mos mbesin poezit në arhivat e juja, po le të botohen pavarësisht ndjeshmëria është e mirë apo e dhimbshme, postoni se vetë poezia rrjedhët nga ngjarjet individuale, kështu që i kisha porosit që t'i botojnë gjithë. Realisht të gjitha këto angazhimet e juaj, aktivitetet për të kontribuar edhe për Kosovën kanë vazhduar apo kanë filluar, le të themi, pas luftës, apo jo? Po, pas luftës, po. Do të thonë më herët vetëm se keni shkruar poezi, por nuk e keni publikuar. Jo, më është publikuar një revistë para luftës si fëmijë, klasën e 4, Zog Mengjezi, në atë kohë, që kjo poezia lam të mirë klasa 4, aty, do më thonë, ka marrë çmimin e parë, edhe jam gëzuar shumë, aty ka filluar ajo do me thonë vullneti për me shkru, ma shumë në atë kohë kam fillu. Dhe pastaj pas luftës keni vazhduar me një hovë pak më të madhe? Më të madhe, dhe besa ishtë përgatitja, pjekunia pak më e madhe, edhe kështu që shkruisha pak më shumë, po nuk kam bo, do me thonë, botimet më dhaja sa kam edhe përmbledhjet poezive, se koha se më ka premtu. Krahas punës, më është duft edhe më kujdes edhe për familje, edhe për vetën, edhe punën, studimet, gjitha këto, po ju mundu t'jem e gjithanshme. Do me thëmë, përveç shkrimeve, përveç profesionit tuaj, diçka tjetër, çfarë keni si pasion dytësor, le të themi? Apo vetëm me shkrime merreni? Jo, pasion dytësor e kam notin. Edhe atë? Po. Keni pasur ndonjë lloj, le të themi, në ndonjë konkurs, keshit marrë pjesë? Jo, konkurs jo, po noti është pasion që më pëlqen shumë dhe domosdo bele pavarësisht jem deti apo në lumë, liçej, notin e du, edhe këto kam sport. Po, prandaj thash keni një pasion të gjithë si për shembull sportet. Po. Dhe ja që keni edhe... Po, ama në gara nuk kam marrë pjesë. Se në kohën time, kurse edhe unë i kam bëdo vjetë, atëherë nuk, do me thonë, nuk ish konkurse për sport, për kështu se ishim të kufizum, na Kosovë ishim pa liberalizim viza, vetëm në për Kosovë, na detis kishim me shku me marrë pjesë në për vendet tjera, nuk na jepshin vizat, ish problematike shumë kjo puna jonë, kështu që beta vetëm si hobi. Noti hobi. Përveç shkrimeve. Nëse kemi diçka tjetër për shtuar për në fund, mbasi që harruam që pyesim gjatë kësaj interviste, ndonjë aktivitet tjetër që nuk e kishim, do me thënë, të planifikuar, besoj që folëm për të gjitha. Për të gjitha folëm, një aktivitet tash ma shpejt është në Shkup, në shoqatën ABC me kryetar Vullnet Sadikun, edhe aty do t'jem, ju boj ftesë gjitha shoqeve, gjitha kolegëve që kanë Kosovë, Shqipëri, gjitha poetëve e janë aty se bëhet shumë mirë.
Do të thënë është një lloj aktiviteti i promovimit të librave të shkrimtarëve të shoqatës ABC. Shumë e bukur. Besoj që të gjithë ata të cilët merren me këtë drejtim do të jenë pjesë e këtij aktiviteti. Në Arabi unë ju falenderoj shumë që ndahet nga dita juaj për të na nderuar dhe ju mirpresim me librin e radhës sërish për ta promovuar bashkë. Ju falenderoj juve, ju prift të mbara. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me të ftuarën e ditës për sot. Ju vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, do të rikthehemi vetëm pas pak.